Me eksperiencën time disa vjeçare si këngëtare, edhe me faktin që jam ushtruar gjatë gjithë kohës, besoj se mund të kem të drejtë për të kritikuar ose për të vendosur shkallë, po themi, në këtë profesion, ose njerëz të cilët janë talentuar dhe meritojnë mendjen time ose gjykimin tim. Por çka mendon Orgesa për këtë dukuri të qenurit të famshëm vetëm nga Instagrami dhe paraqitjet ekstravaganta? Ke shumë të drejtë, sepse dhe unë ndjem shumë herë e pavlerësuar në raport me dikë tjetër që i merr më lehtë se unë, po themi, sukseset ose jo. Por ditë të them që përgjigjja ideale për këtë është që vetëm koha e tregon talentin dhe gjurmën që lën dikush realisht i talentuar. Domethënë një zë i mirë dhe një personazh i mirë nuk mund të lihet pa u vlerësuar ose pa lënë gjurmën e vet në showbiz ose në muzikë ose kudo. Kë e vlerëson këngëtarja Zaimi si zë të mirë? Them që një nga arsyet më të mira sepse unë, po themi, kam bërë muzikë, është fakti se kam dëgjuar muzikë të mirë. Dhe babai im ka qenë ai që më ka bashkë me motrën më të madhe, më ka vendosur lloje soi muzika e zhanresh. Por mund të them që në Shqipëri ne kemi ende, po themi, aureolën e Vaçezelës. Edhe sot që unë jam e rritur edhe kam zhvilluar karrierën time, kam emra që më frymëzojnë. Dua Lipa, për shembull, është një nga ato këngëtarë që më pëlqen shumë, Rita Ora, Bibi Rexha. Jo se janë shqiptare, por që realisht kanë shije shumë të mira dhe kanë zëra shumë të mirë. Si një gocë pozitive, plot me energji të mire, besoj se mund ta vëreni dhe ju. Nuk erdhi duar thot. Ajo për ne solli lule shumë gjyshe, e kur jemi te ky detaj, a merr shpesh dhurata ajo. Nuk jam nga këta njerëzit që janë shumë të varur, po themi, nga vlera monetare e një sendi ose një objekti. Për mua është shumë e rëndësishme ana shpirtërore që ka një dhuratë. Dhe të them të drejtën, 2 dhurata shumë të bukura që më janë dhënë jo në ditën e ditëlindjes time, janë 2 fëmijët e mi. Por a do të dëshironte Orgesa që fëmijët e saj të kenë profesionin që ka mame? Të ndiqnin profilin ose më saktë atë që din të bëjnë më mirë, gjithë mirë edhe bindje që të bëjnë atë që duan ata të bëjnë dhe që janë të aftë ta bëjnë. E dim që me indoasi me i vra, përmes muzikës dhe prezantimit, cilën e bën më me qejf Orgesa. Muzika, pasioni për të dëgjuar sa më shumë muzikë, por edhe për ta performuar dhe për të qenë pjesë e saj, kështu që nuk jam larg. Sa e vështirë që është. Do doja t'i kisha të dyja. Se do zgjidhja, kam përshtypjen se kam qenë e vogël më shumë tek muzika. Orgesa më tutje thot se në ditët e sotme vler ka të jesh i talentuar në atë që do ta bësh dhe ta kesh profesion të jetës. Ajo është pjesë e tregut muzikor për 17 vite me radhë. Famën time e kam ngritur me hapa të avash dhe të sigurt. Edhe muzika, si çdo profesion tjetër, ka dhe konkurrencë, për çka mendon Orgesa për xhelozin mes kolegëve, dhe kemi fjalën për atë lloj xhelozie të frikshme ku ka dhe hatërmbetja. Nuk jam absolutisht xheloze dhe këtë ta them me bindje dhe me dorë në zemër për askënd dhe për suksesin e askujt, sepse secili ka riskun e vet. Di vetëm nëse do jetë diçka në një kohë tjetër. Tani në këtë kohë që jam nuk besoj se do isha pjesë e një formati të tillë. Mbajeni këtë intervistë se si dihet pas 10 vjetësh mos ndron mendje dhe faleminderit shumë për këtë kënaqësi që më dhat. Edhe e inauguruam kështu këtë zonë të re në Tiranë me diell dhe me re. Praktikisht jam mund, domethënë kështu më ndryshon koha. Ja shiko, ja dielli. E tillë jam mund, ç'a të bëj. Ishte kënaqësi, ju dua shumë. Me shpresë ju ka pëlqyer kjo intervistë me të rejat e Orgesës. E kur jemi te krisit, ajo do ta xhiroj videoklipin e radhës që pritet të publikohet së shpejti. Kënga është punuar nga Kledi Bahiti, e cila do të jetë dedikim për dashurinë dhe partnerin.